Hanumseja dhe Hasani ishin dy të rinj që dikur qeshnin me zemër plot. Por sot zemrat e tyre mbanin vetëm plak. Dashuria e tyre filloi thjesht si një shikim i ndrojtur nën hijen e një pemë të vjetër, por urit si një flak që nuk e kontrolon të askush. Ata e deshën njeri tjetrin me gjithë shpirt, por koha njerëzit dhe fjalët e botës i goditën pa mëshirë. Çdo ditë që kalon të një penj i ri ushtohej zemrës. Hanumseja qante, shehu razi, duke i rëshqitur lotën mbi faqet e saj të lodhura. Dërsa Hasani e shtryth dhe dhjembjen në heshtje, pa treguar kur sa vel po e ditë e brenda. Një natë, kur shiu binte rënd, ata u takuan përsëri në vendin ku dikur u betuan për dashuri të përjetshme. Të dy qëndruan përballë njëri tjetrit, të lagur, të thyer, por me sytë plot mall. Pse na ndodhi kaq shumë dhimbje, përshpëriti Hanumseja me zërin që i dridhej. Hasani e mori dorën e saj, dorë e ftort, dorë e dridhur, sepse ndoshta dashuria jo nishte shumë e madhe për këtë botë të vogël. I thaj, lodët e saj u përzin me shiun, aje shikonte dhe kuptonte që ajo ende e donte, po aq sa e donte atë përsërish. Nuk gjerin forcë të luftonin, o ishin lodhur jo nga dashuria, por nga plaget që ajo u la. Unë gjithmonë do të jemi ti, tha Hasani me zë të ullot. Edhe unë u përgjigja jo, por jemi dy shpirtra të dashuruar që s'mund të gjejnë që të sinë bashk. Dhe në natë shi të rënd, ata u përqafuan për herë të fundit. Një përqafim i heshtur që fliste më shumë se mira fjalë. Një përqafim i dy të rinjve që u dashuruan fort, por u lënduan edhe më fort. Kur u ndan u larguan pa kthyer kokën pas, sepse nëse kthenin kokën, sy do të mbusheshin me lot që nuk mbaronin kur. Dhe kështu dashuria e Hanumsejës dhe Hasanit meti gjallë vetëm gëzimër, si një radhë që nuk shërohet.